Gjykata themelore në Peje ka dënuar Shpëtim Hotin me 2 vjet burgim. Kështu gjykata themelore ndryshoi akt gjykimin e gjykatës komunale, e cila kishte shpallur të pafajshëm të akuzuarin. Shpëtim Hoti akuzohet se bashkë me një të mitur kishin hyrë për të kryer vjedhje grabiçare në shtëpinë e një të afërme. Pas rezistencës nga ana të dëmtuarit, Hysni Hotin dhe vajzën e tij, tashmë i dënuari kishte goditur me mjete të forta. Mirë po lartësia e dënimit nuk e kënaqi avokatin e palës së dëmtuar, Gëzim Kollçaku. Unë jam i kënaqur me vendimin e gjykatës që Shpëtim Hotin e ka shpall fajtor për veprën penale të rrëmbimit në tentativë, mirëpo nuk jam i kënaqur me lartësinë e dënimit. Sipas avokatit, nuk kanë ekzistuar rrethana lehtësuese që i akuzuarit të dënohet me një dënim të ulët të tillë. I zoti i shtëpisë dhe vajza e tij kanë qenë të lënduar shumë rand. Unë kam prit nga gjykata që, duke marrë parasysh se nuk ka rrethana lehtësuese për to që një dënim shumë më i lartë të jetë. Ngjarja për të cilën është dënuar Shpëtim Hoti ka ndodhur me 1 shkurt 2011 në rrugën Isa Grezda në Pejë.